Bashkimi Evropian ka shprehur kënaqësinë për zhvillimin paqësor të raundit të parë të zgjedhjeve lokale në Kosovë me 12 tetor, duke vlerësuar pjesëmarrjen e të gjithë komuniteteve dhe respektimin e standardeve demokratike me shumicën e komunave. Zëdhënësja e BE-s Anita Hyper theksoi se në komunat ku kryetarët janë zgjedhur tashmë është e nevojshme të sigurohet një certifikim i shpejtë i rezultateve dhe një tranzicion i rregullt i pushtetit lokal, duke garantuar stabilitet dhe funksion në qeverisjen vendore. Për komunat ku do të zhvillohet raundi i dytë në nëntor, Bashkimi Evropian bëri thirrje për një proces zgjedhor aq paqësor, konkurrues dhe gjithëpërfshirës, duke i bërë thirrje të gjitha palëve që të shmangin ndërhyrjet, presionet ose veprimet që mund të dëmtojnë integritetin e procesit. Aktualisht në Kosovë ndodhet misioni i ekspertëve të BE-s me një ftesë të presidentes Vjosa Osmani, i cili po monitoron nga afër të gjithë procesin zgjedhor dhe do të jap vlerësimin e tij në një raport përfundimtar. Në maj të këtij viti, raporti i misionit të vëzhgimit të zgjedhjeve të BE-s kishte identifikuar disa raste ndërhyrjesh gjatë zgjedhjeve të përgjithshme të shkurtit 2025 dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian që presin që të gjitha palët të përmbahen nga veprime të ngjashme gjatë këtyre zgjedhjeve lokale. Ndërkohë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti kanë akuzuar Serbinë dhe ndërhyrjen në procesin zgjedhor, duke tentuar të ndikojë votuesit e komunitetit serb për të mbështetur listën serbe. Beogradi zyrtar ka mohuar këto akuza duke theksuar se nuk ka ndërhyrë në zgjedhjet e Kosovës. Tensionet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mbeten të larta, ndërsa Bashkimi Evropian kërkon respektimin dhe parimet demokratike dhe pjesëmarrje të barabartë të gjitha komuniteteve.